është e padiskutueshme që nga momenti që ai ka hipur në avion në Barcelonë, që aty është njoftuar grupi këtu që ka bërë krimin, ose personi që ka bërë krimin, se nuk e dim sa janë. Po, skuadra e pushkatimit. Po, ne praktikisht jetojmë në një vend që mbretëron terrori, i pashpallur, por mbretëron terrori. Pra, po thoni që është akt terrorist, avokat? As bëhet fjalë fare, mbretëron terrori. Nuk jemi të sigurt, zotri. Nuk kemi jetën të sigurt, nuk kemi jetën e fëmijëve të sigurt. Nuk, domethënë, është një amulli që Edi Rama, duke parë që po ikën nga pushteti, do që ta lërë mbrapa tokë të djegur. Dhe nuk është vetëm Edi Rama që e bën këtë. Janë së bashku me kriminalin tjetër, me Sali Berishën. Është ajo klasë politike, gangsterësh, banditësh, imoralësh dhe perversësh dhe bastardësh që kanë hyrë në parlamentin shqiptar dhe që kanë pushtetin aktualisht në Shqipëri, që përgatisin dhe bajnë këtë situatë. Unë i drejtojmë drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit, se e kam njohur kur ka qenë te komisariati policisë në Murtret. Edhe kam idenë dhe kam besimin që është njeri shumë i mirë dhe që është polic i mirë dhe që duhet patjetër të mbrojë policët nga këta kriminalë dhe të mbrojë policët kur veprimet e policisë, arrestimet e policisë i çvlerësojnë ata prokurorët dhe gjyqtarët. Dhe i bëj thirrje të forcoj rregullin dhe kontrollin në rrugët e qytetit, në rrugët e Tiranës. Se ata që kanë vrarë sot, zotria, ata kanë kaluar të armatosur, atë s'ka qenë pa armë. Ka me 10 makina. Jo vetëm që vajtën, por të ikën të armatosur avokatëve, deri në Kruj, tani aty avokat është ju keni kaluar me shumë vështirësi për të vajtur në aeroport, trafiku madh. Këta si arritën të dalin dhe nga trafiku? Pra, ka shumë pikë të cilat policia duhet të jetojë. Ka shumë pikpyetje që policia duhet të jetojë. Policia e shtetit praktikisht njerëz të ndeshur në policinë e shtetit janë vënë midis dy zjarresh, janë bërë sanduiç. Në njërin anë është krimi, në anën tjetër është shteti e prorët dhe në mes është policia shkret që bën detyrën. Dhe praktikisht se duhet i themi gjërat, se të tërë i vërsulen policisë janë 300 e sa familje policëve që kanë mbetur pa babë dhe pa burrë, zotëri, në Shqipëri, të vrarë në krye detyrës. Dhe që marrin një pension qesharak. Pra i dojë Edi Rama që t'japin jetën për të, por ama nuk ishte problem familje dhe jetën e tyre. Pra ai krim që është bërë sot, ai ka dorë se s'bën as që bëhet fjalë fare. Ka mbulesë nga policia e shtetit. Kush ka qenë, si ka qenë, nuk e di. Kjo i takon drejtorit përgjithshëm të policisë të bëjë hetim të plot. Pra, kemi parë që në çdo ngjarje do jeti përfshirë ndonjë polic. As bëhet fjalë fare. Ka informator sa duash, kanë ata informator sa duash, se ore, shiko, me atë rrogë qesharake që paguhet polici që vetë e bler vetë rrobat e uniformës, patjetër që ai do bëhet prej krimit. Patjetër. Ne për ditë themi që rrogat e policëve duhet të bëhen të paktën $1.500, $2.000 në muaj. Pra një ngjarje Polici është në ditë të hallit. Familjet e policëve janë në ditë të hallit. Ne i shikojmë. Prandaj duhet urgjentisht, megjithatë kjo qeveri ka ditë të numëruara, nuk diskutohet fare, e treguan qytetarët shqiptar të dielën se sa vajtën në votime, e treguan besimin që kishin te këta që kishin dhënë 1 milion shuplaka, te këta që kishin fituar 83 banditë dhe 83 gangster që i futën në atë parlament mizerabël, në atë parlament bastardësh, në atë parlament antikombëtar, në të parlament anti-shqiptar, në të parlament tërësisht dhe thellësisht armik i popullit dhe i kombit tonë. Pra, e treguan shqiptarët veten e tyre, zotëri. Avokat, edhe diçka tek kjo ngjarjes, mendoni që do zbardhet si ngjarja apo u mbyll këtu me makinën e djegur në Fushkruj? Jo, po doj policia e shtetit e zbardh brenda 2 ditësh. E zbardh. Sepse ata nga do që kanë kaluar kanë lënë gjurmë.
s'ka krim pa gjurmë. Kjo është postulat. Zona është e filluar me kamera sigurie. Krim pa lënë gjurmë nuk ka, është postulat në kriminalistik. Prandaj të bëhen hetimet e duhura që të zbulohet kriminali ose kriminalët. Avokat, ku e marrin forcën? Edhe do shta dhe besimin, guximin për gjuajtur mes ditës. Se mi që s'ka ka në te pushteti kriminalëve, zotëri, te pushteti kriminal. Ky është një pushtet që buron nga kriminalët. Po marr 3 persona që janë nderuar edhe ponderohen akoma në Shqipëri. Vojo Kushi dhe Vasil Shanto, të 2 sërb, kriminal sërb, terrorist. Sot dëgjova dhe pas në media Sabaudin Gabrani, pis, kriminal që ka terrorizuar dhe ka grabitur vajzën 12-13 vjeç, sa ishte ajo në kohë të luftës. Me këta kriminal kanë falangat e tyre dhe këta qeverisin sot. Prandaj urgjentisht, kush është shqiptar, duhet të kërkoj heqjen e titujve të këtyre 3 kriminalëve që kanë dalë dokumenta për ta. Nuk them për ata që s'kan dalë dokumenta, se është vrarë dhe Mustafa Matoviti është vrarë pas krash, dhe Abbas Shehu është vrarë nga shokët e tij, dhe Asim Zeneli është vrarë shokët e tij, nga 13 dëshmorë që ka dukati, 12 janë vrarë nga shokët e tyre. Shkoni dukat, bëni intervistë, shikoni, bëni hulumtime. Pra, kemi të bëjmë me një band gangsterës dhe hajdutës të importuar dhe të instruktuar nga Beogradi dhe që aktualisht na qeverisin. Qovni shqiptar, qovni po them, qovni mos e për na qeverisin kriminalët. A keni sedri ju? Këta burra që kemi pasur dikur, a kanë lënë pasardhës mbrapa? A ka lënë pasardhës Sulejman Bokshi? A ka lënë pasardhës këtë them tani se kushim të tërë ata burra që kanë qenë, se s'kanë nërmë tani të bëj listë emërore.